Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot ju përshëndesim nga kabineti i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të zhvillimit ekonomik të Malit të Zi, zotit Nik Gjelloshaj. Zoti Gjelloshaj prej vitësh është një nga figurat më të rëndësishme politike shqiptare në qeverinë e Malit të Zi dhe një zë i fuqishëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve, zhvillimit ekonomik dhe forcimit të bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve. Në këtë bisedë do të flasim për rrugtimin e tij politik, prioritetet e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik, investimet konkrete në zonat shqiptare, përfshirjen e diasporës, si dhe perspektivën e integrimit evropian të Malit të Zi. Zoti Gjelloshaj, përshëndetje, faleminderit që keni ndarë kohën edhe për ne. Përshëndetje për ju, faleminderit për vizitën, mundësinë e intervistës dhe përshëndetje për të gjithë teleshikuesit të televizionit Bojin. Prej disa vitesh jeni një nga figurat më të rëndësishme politike shqiptare në qeverinë e Malit të Zi. Si e vlerësoni rrugtimin tuaj politik dhe çfarë përfaqëson për ju posti i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të zhvillimit ekonomik? Një pyetje interesante. Gjithmonë e potencoj të filloj prej kësaj para politikët. Gjithmonë kur jeni një fazë të jetës, keni një farë ide të ëndrrë se për çka do të merre në jetë, dhe sinqerisht kurrë se kam imagjinu se do të jam politik. Gjithmonë ideja me ajo që kam menduar është se të jam në sektorin e biznesit privat, aty dhe kam pa fillua, mirë po mund të themi dikun thojza rastisht jemi kyçur në politikë si një shoqëri, ishim atëkohë studenta në Universitetin e Prishtinës, dhe ishte shumë aktuale çështja e komunës Tuzit, dhe atëherë nisëm të aktivizohemi që të arreisim atë aksionim të qytetarëve tonë, të popullit tonë, dhe atëherë ai rrugtimi ynë edhe imi personal ishte aty që u angazhuam për atë qëllim. Me realizimin e atij qëllimit erdhi situata, sikur që dim që fituam dhe ato zgjedhje dhe u zgjedhë kryetari i komunës, dhe mendoj se aty filloi ajo kahja më ndryshe në politik, dhe jam i bindur se fal punës që kjo bën komunë Tuzit, kemi marrë faktorizim jo vetëm subjektit forumit shqiptar, mirë po edhe çështjes shqiptare në Mal të Zi. Dhe aty e tregoj se çështja nëse i qasësh me punë për kushtim, dhe që në politikë hymi ideal, dhe të punosh shumë për realizimin e saj, e për mua ka qenë arritja më e madhe, politike jetësore ajo atë ditë kur Tuzja bën komunë plot, e posaçërisht kur Tuzin me qeverisë kanë fituar partitë shqiptare. Kjo ka qenë diçka që kam e pa mend gjithë jetën, dhe mendoj se ka qenë kthesa më e madhe i herë për Malësinë, mirë po mas asaj po dëshmohet se ka qenë kthesë edhe për shqiptarët e Mal të Zi. Pse e them këtë? Si produkt i punës tonë, i krijimit të forumit shqiptar, shqiptarët janë sot të përfaqësuar politikisht si asnjëherë në historinë e saj në këtë shtet. Po e përsëris, ne kemi fituar 2 vende në Parlamentin e Malit të Zi. Ka sidomos prej pavarësijet nuk ka ekzistuar një prezentim kaq i madh i një subjekti politik, por në anën tjetër ai reflektim i përfaqësimit në parlament është reflektuar edhe më shumë si asnjëherë më e parë në qeveri, sepse ju kujtohet shqiptar kanë qenë në pjesë e qeverisë, po janë prezantuar me një vend, ata dhe zakonisht ashtruaj kjo Ministria e Pakicave, mirë po ideja ime ka qenë gjithmonë ajo që na si shqiptar, se ke vendosur rrugën e integrimit në një institucione, nuk duhet që të kënaqemi me atë që të zgjedhim problemet vetëm tonët. Mirë po të tregojmë gjithëve se mundemi edhe kemi kapacitet me zgjedhë problemet e krejt asaj shoqëri se ku jetojmë, për ata kanë qenë edhe kërkesat e mia kur formohet kjo qeveri, që na të kemë ministri të cilat janë ministri që nuk janë lidhuna vetëm me shqiptarët, po me krejt Malin e Zi, dhe në këtë qeveri e prezantuar me 2 ministri, si forum shqiptar flas, ministrinë
administratës publike, që drejton kolegu Dukaj me shumë sukses, që në pjesën digitalizimin e krejt malit të zi, krejtve qeverisjeve lokale, administratës publike, dhe Ministrinë e Ekonomisë, që drejtoj unë, dhe njëkohësisht jam edhe zëvendës kryeministër për politikë ekonomike. Do thonë, mendoj që kjo është, sa i përket partive politike shqiptare, një kulminacion politik, i cili prap ku ka fillimin. Fillimin e ka me 3 mars vitit 2019 me zgjedhjet lokale në Tuzë, edhe kjo bërym sot duhet me vazhdu, mendoj, me mbajt, edhe me i pa mundësit e bashkëpunimit edhe me subjekte tjera në Maltëzi, që të mbatin këtë nivel, edhe pse jo, gjithmonë do të me ke ambicios, që edhe të rritën, gjithse gjithmonë mendoj që kjo është ai maksimumi. Të ditur për sa përsin jemi në Maltëzi, dhe unë kom nderin që t'jam përfaqësuesi më i lartë në ekzekutiv për partive nacionale, jo të prej pavarësie, po prej se ekziston shteti i Maltëzi, këtësia është ajo sepse vijmë edhe prej partive nacionale me marrë këto detyra për me drejtua. Edhe mendoj që koha e shqiptarëve ka avancua shumë, sepse ne nuk jemi në këto pozita vetëm ne, nuk jemi vetëm unë edhe kolegu Dukaj, nuk është vetëm zoti Çobi edhe Camaj në parlament. Ne kemi edhe vendin e nënkryetarit parlamentit. Do thonë, njëjtë prej subjektit forumit shqiptar, do thonë, kjo është një ekspansion politik që unë mendoj për 20 vite, ka mu analizua si arritje politike i një strukture politike për një kohë jo shumë gjatë. Se përsëris kjo ka fillu me 3 mars, na kemi shumë drejtorish, njëjtë shqiptar, sekretar shtetit, drejtoret drejtorive të ndryshme që janë veçanta prej qeverijet, dhe një integrim si asnjëherë më e parë i njerëzve që janë integrua si të punësuar në për këto institucione, të cilët do të mesin aty që thotë deri në fund deri në pensionim. Do thonë, ka ndodhur një renesansë për shqiptarët, ndoj me forumin shqiptar, mirë po gjithmonë mundet më mirë, gjithmonë mundet më shumë, më punua gjithmonë momentet politike janë shumë çuditshme. Nga njëherë mundet të punohet më shumë, nga njëherë më pak, varësisht se ku është fokusi i shoqërisë. Ashtu që sa i përket edhe personalisht, por edhe subjektin forumin shqiptar që prezentojmë, mendoj që kemi bë arritje epokale sa i përket shqiptarëve në Maltëzi. Mirë po, gjithmonë me fokus që këto arritje mos kënaqeni, mos vetë kënaqemi, por të përdit të bëjmë analizën e asaj se ku është më më shumë, ku mundet më shumë nesër, edhe normal i gjatë cilën gjithmonë e potencoj e përsëris, ajo është se do të përdit të analizojmë ku kemi gabua. Sepse ajo është vlera më e madhe që mundesh me i ba si shoqëri, si subjekt, si person, që me pa se ku kanë qenë ato që mundet nesër me u përmirësua, edhe si shumë kjo është mendoj me një përkrahje të madhe që kem pasur prej diasporës tonë. Sepse jam i bindun që gjitha këto ishin shumë më të vështira, nuk ishin kënë këtë nivel, s'kishim mujt me realizua, mos e kishim pasur partner dhe përkras suportues të madh dhe diasporën tonë, edhe u gjithmonë e përsëris kur ne bashkohemi me diasporën, mendoj që nuk është asgjë e paarritshme në bazë normal standardeve dhe atyre që janë normativa juridike me të cilat na fokusohemi. Mirë, përmendet pak më herët ato qëllimet fillestare tuaja, po cilat kanë qenë prioritetet kryesore gjatë mandatit në qeveri dhe cilat prej tyre keni arritur t'i realizoni me sukses deri tani? Po, sinqerisht janë ndarë në 2 sfera. Është ajo sfera nga ajo që e di se ka vi,
aja është që vi prej subjektit më të fuqishëm shqiptar Malzi dhe që kemë fokus shqiptarët. Edhe është e dyta që si shqiptar të tregojmë gjithëve se këto institucione që ndritojmë kemi me realizu aspiratat atyre që ka janë shoqërore, që nuk janë vetë për shqiptarë, por për gjithë komunitetin që jetojnë në Maltezi. Të aspiratat shqiptare, fokusi jam gjithmonë kanë ai përsëritun nga njerëzit e kritikojnë si koncept, por është ai zhvillimi i infrastrukturës. Sepse pa infrastrukturë nuk është parakusht i zhvillimit secilës sferë tjetër. Kur të kemi infrastrukturë, mujmë me zhvillu ekonominë. Dhe aty kam pasur fokusin që e Nulcin, në Kraj, në Malsi, Plallën, Gusit, kemi sa me shumë investime kapital infrastrukturë. Dhe unë mendoj që duke ditë rrethanat në cilat funksionuan këtë shtet, duke ditë edhe procedurat, fokusimin që kemi pasur, ja kemi dalë i pjesë të mirë që të realizojmë. Përsëris prap, a jam i kënaqur, jo totalisht, se mendoj se disa procedura që kanë ndodhur kanë mund të jenë më të përshpejtuara, që me pas sa ma shumë edhe ma shumë projekte tjera, këtu nuk është përgjegjësia vetëm të qeveria, apo të institucionet që është dashur me realizu këto se nuk do marrë në përgjegjësinë, mirë po këtu kemi pak edhe përgjegjësi në nivel lokal të komunat tona, sepse duhet me kanë shumë ma efikase në përgatitjen e projekteve që për me realizu këto. Mirë po, si analizë objektive ka pasur realizime dhe ky fokus do t'jetë edhe në të ardhmen. Në anën tjetër, si zamenës kryeministër dhe si person që besojmë në vlerat evropiane, sepse subjektet politike shqiptare nuk janë sot të orientuame nga perëndimi, por ne jemi të edukuar ka ato vlerat perëndimore dhe amerikane, e kam pasur si fokus që me rrit bashkëpunimin me perëndimin, gjithësisht me Unionin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithmonë përsëris si diçka që jam shumë krenar që kam arrit që marrëveshjen e parë ekonomike që ka nënshkruar Mali i Zi me Amerikën në emër të Malit të Zi, e kam nënshkruar unë që para një vitit, në tetor të vitit të kaluam, dhe se mas saj do të vinë dhe janë nënshkruar memorandume, marrëveshje dhe realizime të tjera, se ne për shqiptarë shumë më rëndësi bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe se kam pasur një serë aktivitetet tjera të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ne si shqiptar e kemi orientim ton politik strategjik. Njëjtën kohë, integrimi i Malit të Zi në Evropë është shumë i rëndësishëm, dhe njëjtë e kemë jo vetëm si qeveri, por si subjekte politike, si popull, integrimin atje, edhe atje kemi lënë një kontribut fort të madh, se kujtohet vitin e kaluar të gjitha ato kapituj që janë mbyll fal angazhimit drejt për drejt ministrisë që unë drejtori dhe zoti Dukaj, apo më të thënë vetëm një prej tyre që është mbyll nuk kem pasur ne akses, dërsa dy tjerë janë krejtësisht që kanë fokus dhe ka obligim të kësaj ministri që drejtoj unë, që është i sukses shumë i madh, ndërsa tjetra bashkë me zotin Dukaj, ndërsa edhe këtë vit presim që në fund vitit të mbyllen edhe 4-5 kapituj, është në opcion Belala i 6, por të shohim prej tyre 2 kapituj mbyllen me punë të ministrisë që unë e drejtoj. Do të thonë, edhe në këtë drejtim kemë lënë një kontribut shumë të madh që Mali i Zi ti përfundojnë ato që ka janë obligimet e tyre. Pra, kemë punuar në të dy drejtimet, edhe për ata që kush na ka deleguar, se ne na kanë deleguar shqiptarët. Na përfaqësojmë shqiptarët këtu, mirë po, njëkohësisht kur ke marrë detyrën shtetërore, ke pasur komunitetin tjetër dhe ke punuar që ai shtet të realizojnë ato që kanë orientimet, mirë po, kur edhe përputhen ato orientime me ata që kanë programi jonë politik, është edhe me pozitive, ajo është pra domethënë integrimi i Malit të Zi në Unionin Evropian dhe bashkëpunimi i mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
A ekziston një strategji e veçantë për të nxitur zhvillimin ekonomik në komuna shqiptare, sidomos për punësimin e të rinjve dhe mbajtjen e kohësisë në vend? Po, sincerisht, aty nuk kemi ndonjë strategji konkrete, sepse planet bëhen për të gjitha komunat e në Malëzi, mirë po ky fokusi i asaj duhet më uxej mënyra e kësaj që vjen nga pyetja, mirë po prapë përsëris pak mbarë dhe prej nivelit lokal se kush qeverisin në ato komune dhe sa e duan bashkëpunimin. Nuk do me hinë debata politike, mirë po ka komune që nuk duan bashkëpunim, dhe është pak ma vështirë me ardhur deri te kjo strategji, mirë po kjo mendoj që në termen është masë e nevojshme. Është masë e nevojshme që të ketë strategji të përbashkët veprimit për këtë komunitet, sepse këtu janë të komunat tona i kanë të dallueshme ato që kanë veprimtaritë kryesore. Për shembull, Ulçini është orientuar ka turizmi kryesisht me shumëta, por edhe ka bujqësia. Malësia është i orientuar shumë nga bujqësia, mirëpo nga ndërtimi i fabrikave të reja, ndërsa plave bujqësia njëjtë nga turizmi dhe bujqësia, ashtu që mendoj që aktiviteti kyç do të më nis nga ato komuna për me ardhur më panalizua e nivel shtetit që tjetë i fokusi veçantë vetëm për këto. Ndërsa sa i përket strategjisë veprimit në mënyrë shtetëror regional, unë ka paformuat një komision që thot cilat janë kanë gjitha kryetarët e komunave në Maltezi, sepse kom dashur që më nis iniciativa prej nivelit lokal që të vinë deri te niveli shtetënor, edhe më që në të ardhmen këtu ka pas ma shumë fokus, edhe më thënë saktën edhe pyetje juve muj me kanë një ngecje, një ide interesante që me pasur një trubelat veçantë nivel edhe qeveritar, i cili do të merret me komunat shqiptare, nëse jo shqiptare atëherë të pakicave. Duke kaluar të projektet konkrete të ministrisë që ju drejtoni, çfarë mund të na thoni për mbështetjen e zanatlinjve dhe bizneseve të vogla, sidomos në zonat më pak të shqetësore? Po, këtu kem pasur disa programe shumë interesante, që janë për krahjen e kompanive që të rrisin konkurencën e tyre në treg. Këto projekte bëhen kryesisht që, do të thënë përmend edhe zanatlinë, do të thënë aty i marrën gjitha, për arsye sepse Malëzi është duke nisur me hapa të sigurt drejt integrimit në Unionin Evropian. Mirë po, niveli i atyne produkteve, organizimit, prodhimit të kompanive që kemë sot në Malëzi, nuk mendoj se ende janë që mund të jenë konkurrent me ata që kanë pret nesër mund të integrohemi në Unionin Evropian. Dhe për ata kam përpunuar programe konkrete të ndihmës me mjete financiare të pakthyeshme që këto kompani ekzistuese të rrisin nivelin e konkurrencës tyre, produktet e tyre t'i bëjnë më kvalitative, mënyrën e prodhimit të ndryshojnë prej asaj që është bela sot amatere në ma profesionale, dhe aty për vjetë kemi ndarë rreth 4 milion euro, këtyne kompanive që të rrisin këtë nivel, dhe ka pas një interesim fort të madh, edhe unë jam i bindun se ky program, që kemi nisur me realizu këtu ministri e në të ardhmen, ka me kënë një ndër programet që ka me ndikuar në zhvillimin e të ekonomik të Malëzi, dhe si model se si me ndryshua këtë raportin që e kemë si shtet, që eksportojmë shumë, ndërsisht importojmë shumë, ndërsa eksportojmë shumë pak. Sepse përmes këtij programit intenca ime, kërkesa ime për vitin e ardhshëm është që mos të jetë më në këtë vlerë, po që të rritet plus 30 milion euro. Dhe që prekrahja të jetë në prodhimtari. Kryesisht, veç në prodhimtari jo në shërbime, por në prodhimtari që produktet që i bëjmë në Malëzi të rritet, që mos të kemë nevojë me pru, apo me importua prej jashtë. Qartë. Keni marrë pjesë në disa takime ndërkombëtare të rëndësishme për investime. Cili është aktualisht interesi investitorëve të huaj për të investuar në Maltezi?
Po, Malizia shumë interesant për investimin në këtë fazë. Mirë po është i ndamë në dy sfera, është i ndamë interesimi i shteteve të cilët nuk janë në Unionin Evropian, të cilët përmes investimit e në Malzi e shohin Malzi si shteti i arshëm i Unionit Evropian dhe shohin si koha më e mirë për me investuar tash, sepse me integrimin e Malzi në Unionin Evropian, vlera e investimeve të tyre do të rritet shumë. Dhe i kemi interesimin e shteteve të Unionit Evropian dhe të Amerikës në tjetër në anë si partnerë strategjik, mendoj që nuk janë vetëm ekonomik, po mendoj që janë edhe politik, që janë shumë më rëndësi të cilën unë shumë e promovoj. Sepse Malizi ka marrë orientimin pro-prendimor, mirë po, është i nevojshëm investime ma shumë në Maltezi prej Unionit Evropian dhe prej Ameriket. Sepse nuk është ai vetëm investim ekonomik, por edhe investim politik. Interesimet janë shumë sfera, mirë po Malizi ka disa detyra që duhet me i përfundua që këto investimet të jenë edhe ma të mëdha, edhe ma reale për mu, ajo është ndërtimi i infrastrukturës. Sepse infrastruktura në Maltezi mendoj se ka ngecje, mirë po kjo qeveri me Këndreal ka ba atë që nuk ka ba për 10 vitet e fundit, ajo që ne kemi folë për infrastrukturë, kemi folë për autostrada, kemi folë për rrugë të reja, kemi folë për modernizim të heku rrullave, kemi folë për modernizim të portit. Mirë po, të gjitha këto kanë qenë në fjalë. Nësa kjo qeveri i ka aktualizuar të gjitha këto, jo vetëm në fjalë, por kemi përgatitur dhe projektet, dhe çka është më rëndësi, kemi nisur vetëm prokurimet publike për disa prej këtyre projekteve. Mendoj se aty është ai efekti kryesor ku do të nisin zhvillimi i pandalshëm ekonomik i Malit të Zi, fillimi i punimit në infrastrukturë gjithësisht në rrugë, sepse pa rrugë nuk ka zhvillim. Ndërsa u kam thënë për precis një që me kanë komentuar shumë në një konferencë isha tash në Londër, se u thash rrugë që i punojmë në Malzi, që do t'i punojmë në Malzi, nuk janë rrugë të vetëm të Malit të Zi, po janë rrugë edhe të regionit, po janë rrugë edhe të Evropës, se përmes aty në rrugëve kemi rrit komunikimin me region edhe të kompanive të regionit, mirë po edhe të Evropës, dhe ato në të ardhmë për 3-4 vjetë kanë me kërë rrugë evropiane. Përmendet edhe në fillim që diaspora luan një rol të madh në këto zhvillime, apo krijohen kushte për t'i tërhequr ata që të investojnë do të në Po unë kam një ide konkrete të cilën besoj që do të realizoj vitin e ardhshëm, duhet të organizoj në diasporë një forum ekonomik për diasporët. Mendoj që gjëja e tillë nuk ka ekzistuar deri tash, po përgatitjet kam nisur, jam duke marrë një koncept të asaj se si dhe çka janë ato me cilat ne mund të dalim para diasporët dhe pres që dikun pjesën e dytë të vitit 2026 do të organizoj një forum ekonomik për diasporën, ku konkretisht do t'i bashkojmë gjithë biznismenët, gjithë ata që kanë krijuar kapital dhe do t'u japim konkretisht të mundësinë që të investojnë në Maltezi. Normal, me kanë shumë real fokusin do të kam të diaspora jonë, sepse kem interes edhe nacional, mirë po ai nuk është në kundërshtim as me ata shtetëror që të kemi investime konkrete nga diaspora jonë në Maltezi, pra si ekskluzive për bojin dhe për diasporën tonë, është që vitin e ardhshëm do të organizoj forumin ekonomik për diasporë, në diasporë, që të shohim ato cilat do t'jenë mundësit për zhvillim ndërkohësisht për investim në Maltezi. Inflacioni ka prekur të gjitha vendet e rajonit, përfshin edhe Malin e Zi. Çfarë masash konkrete ka ndërmarrë qeveria për të ndihmuar qytetarët, veçanërisht të shtresat në nevojë? Shqiconi, inflacioni është proces ekonomik. Inflacioni është diçka që, sidomos në Maltezi, që nuk kanë shumë
na flasim shumë populizëm, Malzi, ju koncept me kanë shumë i qartë, shumë konkret, me qytetarë, sidomos me bazën me cilën na përkra inflacionin nuk mundesh me kontrollua kur importon gjithçka. Kur gjithçka çka është sot në treg është i sillur prej jashtë, duke nisur prej produkteve bujqësore, bujqit tonë. Shkojnë në shqitore, me i blerë prej zonat më elementare, prej farave, prej zorve, prej përsera çka blejnë, prej ushqimeve, gjithçka çka blejnë në ato shqitore vjen prej jashtë Malëzi, nuk prodhohet në Malëzi. Dhe çmimi nuk mvaret, as muj më mvarë prej ambienti që ashtu. Mirë po mvarë prej atje prej ku e blej. Tash, çka ndikon tjetër, çka muj me kanë diçka që ka faj për mendim tëm shteti, është ajo që nuk ka pasur politika më të mira agrare, po flas për bujqësinë konkretisht, për TVSH. Sepse TVSH-ja në këto nuk ka guxoj be i pasur. Sepse TVSH-ja është vetëm pengesë për harxhimet e tyre, mirë po atëna edhe malli i tyre kur prollohet është më i shtrenjtë për me kanë konkurrentë në treg. Do të thonë, derisa të kemi mbarësi kaq të madhe prej mallrave, për gjithçka çka blejmë, nuk prolojmë, inflacionin ka me shumë vështirë me u kontrollua. A ka masa me cilat kiteve muj mu përmirësua, mirë po ato janë afat shkurtna. Sepse reagimi, sikur i kemi pasur disa aksione, reagimi në treg asaj nuk është pozitiv, ajo nuk është ekonomi. Nuk është ekonomi. Mirë po, këtu është edhe një mentaliteti trashëguam prej kohnave të një pushtetit që ka zgjat shumë gjatë, dhe ka qenë pushteti keq. I përparshëm ai se duhet me bë institucionet shtetit gjithçka për ty, jo. Nuk është ajo se, domethënë, shteti përpara apo qeveri përpara i kanë përdorur këto si manipulime me bë për njerëz, për me i përdorur apo më mirë me thënë me keq përdorur në procese zgjellore. Mirë po, ekonomia do të me kanë lirë, masat që do të me i pru që janë agrare, edhe për krahja me fondet të pakthyeshme për rritjen e konkurrencës janë dy masat cilat mund me ndikojnë inflacion. Të tjerat janë vetëm, mund të themi, ma shumë populizëm. Unë do më thënë vetëm një rast se sikur edhe organizimi i mirë është më rëndësi. E marrë rast si shembull se kanë me kuptuar sidomos qytetarët e Malësisë që kanë punuar si mjet këtë vit në patate edhe në Shënce e Bostan. Do thonë, unë duke njoft atë problematikë, kam thirrë kryetarin e komunë Zecë dhe Tuzit në takim, dhe kemi biseduar për këtë çështje se do me limitua vlerën minimale të shitjes të dy produkteve, edhe se kam ba marrëveshje, i kam thirrë një herë pronarët e gjithave atyne që marrin mall prej tyne, edhe u kam thënë, do një marrëveshje, nuk guxojmë me ndërsu bujkun, edhe këto dy produkte do me përcaktuar çmimin minimal me cilën ju keni marrë prej tyre. Për Shënce Bostan 23 centa, për patate 40 centa. Edhe sot shikoje t'i pyesi bujqit tonë se si kanë kalu me këto dy produkte. Kanë kalu perfekt. Do thënë, kjo ka qenë vetëm si një provë, një testim, se si kur ky që të kretë sistemi mu ndikua në ekonomi. Ashtu i mendoj këto dy që i përsëris shpesh i kom përsëritur në kuvend para disa ditë, është që rritja e fondeve të agrobudxhetit, rritja e fondeve për krahjen e kompanive për me rritë konkurencën janë dy masat ekonomike që mujnë me ndiku në inflacion. Këto janë strategjitë afatgjata, apo jo? Mirë. Ministria që ju drejtoni është vlerësuar si një nga më të sukseshmet në qeverinë e Miloj Kospaji, që si komentoni ju këtë vlerësim dhe çfarë qëndron pas këtij suksesi? Po, sincerisht, unë gjithku ku punoj shumë. Kjo është një veti imja, kur kam punu në sektor privat,
punoj dhe sot, në kompani time punoj shumë. Kur kam punuar në komunë, kam punuar shumë. Këtu sot ku punoj shumë, mirë po dhe eksperienca e kësaj që përmenda për para se kam punuar shumë, ka 25 vite që kam kompani private, eksperienca që e kam marrë me punën në komunë tu, si të më ka animua këtu, sepse për me menaxhua me situatë. Unë për shumë në 6 mujorin e parë kam qenë ministria që ka realizua në mënyrën më të madhe ato që kanë qenë obligimet që i kem pasën plan si qeveri, ndërsa përsëri bela dhe ekskluzive për bojnë se endës ka dalë raporti, është bë tash analiza për 9 muajt, pa në të për 3 kvartale, për 9 muaj, se herën e fundit e kam pas 95%, 6% realizimin, ndërsa tash e kam 100%. Për 9 muaj, dhe më thoi, kam realizuar gjitha ato që e kem pasur për 9 muaj, dhe mendoj që unë edhe një ministrë tjetër, Ministri e Integrimi Evropiane, vetëm ne jemi në 100% realizimit të obligimeve që i kem pasur për këtë vit për këtë 9 muaj, mirë po edhe këtë 3 muaj kanë betur shumë pak obligimet se cilat do t'i përfundojnë, mirë po, ndërkohë na janë paraqitur edhe obligime tjera që i kem përfunduar që për shembull nuk janë në këto raporte, ato janë edhe një që të themi njët edhe plus një tretën e asaj që kam realizuar shtesë që nuk kanë qenë program për këtë vit, mirë po kanë qenë pjesë e programit të Unionit Evropian për thithjen e fondeve nga një fond ekstra që është punuar, ato janë edhe një 10 ligje të reja që do t'i përfundojmë shtesë jashtë planit për gjatë muajit letor. Pra, kjo është, sinqerisht me thonë, në gjithë çka e promovoj, dhe gjithmonë kam thonë e kam e përsërit, nëse se punë si qase me seriozitet, e ban me plan, punon për ditë, punon shumë, rezultati nuk ka mos marrë. Jo në institucione, por në gjithë çka, edhe në jetën private, edhe në biznes privat, në çdo sektor që të punohet. Ku qëndron sot Malizi në rrugën e integrimit evropian? Ka përparim të prekshëm në negociatat e BE-s? Po, sa i përket integrimit evropian, aty mund të themi që është pika në cilën duhet të jemi të kënaqur të gjithë. Herë qeveria, krejt shoqëria dhe mendoj gjithë qytetarët e Malizi. Aty janë bërë avancime fort të mëdha për një kohë shumë shkurtër. Aty mund të themi që jam shumë krenar sepse pjesën më të madhe mund të themi që 50% kapitujve që janë mbyllur deri tash dhe që do të mbyllen deri në fund të vitit, kemi dorën kyçe kryesore Forumi Shqiptar apo unë dhe Zoti Dukaj, që është shumë më rëndësi për me cek sepse ne kemi besuar në proces, ndërsa Malizi jam i bindur se do të jetë antarja e ardhshme e Unionit Evropian, mendoj se plani optimist që kemi, që deri në fund të vitit të ardhshëm të mbyllim gjithë kapitujt është e realizueshme. Unë kajherë jo që të jam subjektiv, po përdor edhe shaka në qeveri kur thom që realizojmë edhe ju tjerë si unë dhe Ministreja e Integrimit Evropian dhe mund të kemi të sigur që do të përfundojmë të gjitha kapituj do të mbyllim deri në fund të vitit 2026 dhe besoj që Malizi është Shqipëria, e cila njëjtë është duke ecur shumë shpejt dhe shumë fuqishëm drejt Unionit Evropian, do të jenë 2 shtetet e ardhshme të Unionit Evropian deri në vit dash do të jetë 2028 apo 2030. Ajo është pyetje që mendoj që nuk do të mbaret prej neve, as prej Malizi, as prej Shqipërisë, por e momentumit politik në Unionin Evropian. Mirë po jam i sigurt që Malizi është në rrugë të pakkthyeshme edhe është shumë më rëndësishme që të kuptojmë si shoqëri, të kuptojmë edhe si shqiptar, që Malizi në Evropian është e vetmja mundësi që ky vend të avancojnë dhe që të mbijetojnë në mënyrë afatgjate dhe që të ketë këtë orientim propërndimor. Për atë duhet edhe shqiptarët të kuptojnë se nga njëherë po lidhem nga ajo debata që ndëgjojmë shpesh edhe lokale edhe në komunikim me njerëzit tonë edhe në thonë
fokusoni ma shumë në tuzën për do çështje hjek një Evropët. Jo. Të kuptojmë se për shqiptarë, si shqiptarë njëherë, është shumë më rëndësi që Mali i Zi të jetë pjesë Unionit Evropian. Njëherë që realizojmë ata që ka besojmë si shqiptarë, mirë po aty sigurojmë edhe vetin shumë më fuqishëm, edhe shumë më të fortë, sepse në prek normativa e Unionit Evropian, e cila ne si shqiptarë vetëm se kam në lanë më shumë fuqi, mirë po do të napi edhe më shumë edhe drejta, edhe mundësi. Apo sa ndikojnë zhvillimet ekonomike dhe stabiliteti politik në ritmin e këtyre integrimeve? Po, absolutisht, atë gjitha ato janë të lidhur në mënyra tjetrën. Integrimet evropiane, stabiliteti politik, zhvillimi ekonomik, të gjitha ato gërshetohen me njëra tjetrën. Unioni Evropian për qytetarë me shpjegua se ka njëherë aq shumë më folë për Unionin Evropian në malëzi më në 20 vitet e fundit, që nga njëherë bela dhe qytetarë janë ba indiferent prej asaj. Unioni Evropian është formua, kur është formua, mbi baza ekonomike. Mbi baza ekonomike është formua. Jo mbi baza politike, po mbi baza ekonomike, që në mënyrë ekonomike të funksionojnë me mirë ato shtetet cilat të parat e kanë themelua. Në thonë, gjithë çka është të rritë ekonomia. Ashtu se edhe Unioni Evropian si shtet, aty ka zanafilën e vetë, ashtu që integrimin në Evropian do e mos kanë me ndije qytetarët e në rritje ekonomike. Do thonë, kjo është diçka që nuk mundet mos me nëllë, sepse po hynë një treg milionash, po hynë një treg shumë të malë. Do thonë, e se ka nisur këto është një çështje që bela ende nuk ka shprovua hala, promovua mirë malëzi, shumë i thonë një farë funksionimit pagesave SEPA, që kemi hyrë si shtet. Do thonë, ne sot, për një pages, për i Malit Zi në cilin do shtet, Unionit Evropian, nuk ka me banka ata që kanë bën pagesa e din çka është korresponduese, por jem drejt për drejt pjesë e sistemit monetar bankar të Unionit Evropian. Do thotë, gjithçka është më e lehtë, gjithçka shkon drejt për drejt. Nuk ke nevojë për me mbryj çka di vetë në Bruksel, nuk ke nevojë me shkua përmes Frankfurtit, por jem drejt për drejt, apo për me shkua në Vjenë, nuk ke nevojë përmes një vendi tjetër, por je drejt për drejt. Do thotë, benefitet ekonomike janë ato që do të jenë kruciale dhe që do t'i ndihen shumë qytetarë të tanë me integrimin e Malit Zi në Unionin Evropian. Për ata dhe ne si Forum Shqiptar jemi orientuar shumë me punu në këtë drejtim, sepse dim që do t'ju sjellim benefite dhe përmirësim ekonomik për gjithë qytetarët. E posaçërisht për ata çka na e kemi interesimin kryesor që na kanë edhe deleguar që t'jemi këtu shqiptarët. Po shqiptarët ndihen të përfaqësuar dhe të përfshirë në këtë proces? Absolutisht, u bëdoj që shqiptarët kur as që kanë imaginua bela, unë për veti, po thëmë sincerisht, jam pjesë e politikës të më kitë pyetur para 2-3 vjetëve, ndikush se kem me kanë në këtë fazë, sot këtë shumë të kyçur në këto procese, nuk e kisha imaginua, mirë po prapë thonë mendoj që e kem meritua me këtë shumë të kyçur në këto zana me punë, për kushtim, dhe realizim të asaj se çka kemi bërë na në politikë për shqiptarët. Dhe për fund, cili do ishte mesazhi juaj për shikuesit tanë, si këtu ashtu në diasporë? Po, mesazhi është që me punë realizohen gjitha, të punojmë për ditë më shumë, të kem fokusin aty ku janë çështjet e prekshme, dhe se mujmë realizua zhvillimi ekonomik është bazë e mbjetesë shoqërisë. Do të thonë, unë gjithmonë e marr shembull jo me këtë subjektiv, për Tuzin si komunë. Sot, para 6 viteve, vend pa shpresë, pa perspektivë, pa vendet të reja të punës, pa infrastrukturë, pa asnjë mendim se mund të vinë do një biznis i ri mu hap aty. Sot, në Tuzë, mund të themi që është niveli i papunësisë shumë i vogël, janë hapur me cindra vendet të reja të punës, perspektiva ekziston, besimi, që është ka i herë shumë më rëndësishme se nesër mund të jetë më mirë
është më i madh, jo vetëm për ata që kanë benefitet që i shohin ata lokale, por kjo që do të me kuptu edhe është edhe ky mision më rëndësi me kuptu se sa më rëndësi është integrimi i mallit të zi në Unionin Evropian. Se unë ka herë jam i bindur se i evrej të qytetarë se aq shumë fol për këtë që va bë e mërzitshme. Është cruciale integrimi i mallit të zi në Unionin Evropian. Është cruciale për zhvillimin ekonomik, për rritjen e shpresës. Me ka metë në krye një koment të njerit është profesor, mirë po ka shku me jetua në diaspor, jeton në Amerikë, edhe ka bani në listë kësaj, që ndikur kemë shku prej këtyjtë pa perspektive ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po, me integrimin e mallit të zi në Unionin Evropian, mali i zi nuk është më ai shtet që ishte për cilit ke shkua diku, mirë po ka me ka shtet që kemi pa bazat me mu kthye që me të njëjtin standard, me të njëjtin mënyrë të jetesë me i pas edhe në mal të zi. Për ata është ideja me me ban këtë forumin ekonomik me diasporën, për më spjegua gjitha këto benefite dhe që më mendoj që do t'jem, unë besoj, nuk ka thënë se ka më ndollë ashtu, por besoj që ka markohet që kanë më kthy njerëzit që kanë shkua prej vendeve tona me ardhmë me jetua në këto vende, me investua, sepse rritja, do më thonë, ekonomia nuk ka me kenë ma, si të themi, diçka për cilën keme shkua prej këtyjte. Nuk ka me kenë ekonomia. Unë mendoj që kemi në bazë normativave, ligjeve që janë të fitua, të më aprovua, nuk kanë me kenë as diskriminimi nacional ajo. Çka ka me të shty me shkua për i këtyjte. Mirë po, edhe me i krahasuar se këto janë realizuar një kohë shumë të shkurtër, në maltëzi si popull, që për punë të ekonomisë dhe disë nacional nuk keme menu më shkua për i këtij vendit, mendoj që janë pozitivitete shumë të mëdha dhe cilët qytetarët duhet mu fokusua në punë, duhet mu fokusua në bashkëpunim, duhet mu fokusua në atë çka të bien këto procese me i përcjell, sidomos e ka mu të bujqit, si fokus, t'i përcjellin programet, t'i përcjellin projektet, t'i përcjellin gjithë ato që i kanë punua para neve, për shembull ata që kanë hyrë në Unionin Evropian. Nisim me aplikua, se mos vonohemi kur t'jem pjesë e asaj, edhe t'i përcjellin punën e politikanëve. Absolutisht që jenë ata, ai modeli korrektiv për atë se çka punojnë në për institucione, se në institucione jem deleguar të tyre dhe punojmë me mandat të tyre dhe për interesat të tyre. Zoti Xheloshi, më mbetet ju falenderoj për mikpritjen tuaj dhe për gjitha informacionet që i keni ndarë me shikuesit e televizionit Point. Ju urojmë shumë suksese në vazhdimsitë të tyre suaj. Falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi një herë, përshëndetje për teleshikuesit e posaçërisht për diasporën tonë dhe shifemi vitin e ardhshëm në forumin ekonomik të diasporës, sepse shumë besojnë në këtë projekt. Falenderoj një herë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.